velat, ka nevojë atë që pastron, ka nevojë këta. Vetëm nuk do shkosh aty. Askund, nëse ekip do t'ja dalë. Nëse ekip do t'ja dalë. Këtu më thanë disa, njëri tha merret me ndërtim, tjetri merret me menaxhim, tjetri merret me këtë, gjithë kur bashkëpunojnë. Kur njëri nuk punon, shihet problemi. Njëri nëse nuk punon, shihet problemi. Prandaj, ne duhet t'ja dham dorë njëri tjetrit, bashkëpunojmë me njëri tjetrin, mos paragjykojmë një stop paragjykimit. Kush je ti që paragjykon dikon? Kush je ti që paragjykon dikon? Mos ki hin gaj në fshehtësi, mos ball një melaj që të ka ardhur, të ka inspiruar, dhe të ka dhënë vahi, shpallje, ne u bida. Jo, absolutisht jo. Nuk të ka dhënë shpallje dhe, sepse vula e fundit dhe gjithë pejgamberëve ka qenë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pra ai ka qenë vula e gjithë pejgamberëve. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai flet pe vetes, s'ia fut në hava. Ai flet pe asaj që na e kemi direktu dhe frymzuar me vahi me shpallje. Manë mend mirë një herë për gjithmonë. Edhe do ta them edhe do ta rikthem me qindra mijëra herë derisa të bëhem edhe monoton. Në xhamit tona mungon fjala dashuri. Në xhamit tona mungon fjala dashuri. Unë pe them vet se kam hec shumë. Duhet ma shumë na si imam, unë po filloj gjykimin te vetvetja. Vetën po du me ndryshu. Se ku ndryshoj vetën, reflektoj mirë edhe të tjerët. Me njerëz që jetoj edhe qarkulloj. Xhamit tona duhet dashuri e madhe. Duhet t'i bëjmë bojkot urrejtjes. Jo, t'ju thomi njerëzve do t'ju djeg zjarri, kam i kanë që nemi këtu, ashtu, t'ju mshojmë me që kesh ngryje njerëz. Jo. Njerëzit kanë nevojë për shpresë, njerëzit kanë nevojë për dashuri. Ne si umet, ne si njerëz duam dashuri. Jemi të vujt, pra, sini të pa veten sa jemi të vujt shpirtnisht? Ka njerëz pra thash, ka njerëz kanë miliona, kanë miliarda, kanë para, kanë pasuri, kanë kerr, kanë fëmijë, kanë grua, kanë kreti, kanë, po s'kan dashuri, s'kan shpresë për jetë. Dhe shkojnë në psikiatri. Pse shkojnë në psikiatri? Pse ti je të pru veten me shku në psikiatri? Pse je të shku në psikiatri? Pse nuk je i lidh me Allahun azza wa jalla, nuk je i lidh me zemrën me Zotin, nuk pe don Zotin, nuk je të dashur Allahun. Dhe ti kur ta dush Allahun me zemër dhe të kesh shpresë në vetveten tënde, do t'ju ofrosh edhe të tjerëve dashuri, edhe të tjerëve do t'ju ofrosh shpresë. Duhet të përqafohemi me një tjetrin, jo vetëm me trupa, por edhe me shpirta. Përqafohemi me një tjetrin, ta duajmë një tjetrin. Vëllezër, mos harroni edhe një herë, e thash në xhamin tjetër. Xhamit duhet jenë spitale për zemrat e smuta. Xhamit duhet jenë spitale për zemrat e smuta. Jo muzeume për njerëzit e mirë. Xhamit duhet jenë spitale për ato që i rënkon zemra. Vjen i ri, vjen i vjetër, do të më kënaq me Allahun. Si intereson ti, po vjen xhamia, s'po vjen atë po vjen. Ai ti intereson mu fal, mi ushtet Allahut si kulli i Allahut. Me thonë, o Allah, ty drejtohem bashkë mallin tonë, falem, kam shumë gjëra. Falem ja Rabbi. Ti e Zoti jam, ty të mbështetem. Wa tawakkal ala Allahi al-mu'minun. Ti mbështeten Allahut besimtarët. Qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët.